Ku e sheti Martinin në qëtë komplet në ekuacion? Martini o ko më harët konsulent, a i mundet me thonë që nuk jam konsulent tash për tash, amo ajo është lidhja me genin që na e njohëm, ajo është ambasador. Ti shko një biznes, ti shko një njeri normal që i kish bo qatë utëreqi me kesh, po menën që të këja kish lon rahat, i kish kalzu, i kish këshy kajke të rejë, këqy shtek, ti shko me emën, si person, po ajo. Pre ka, dhe më thonë, kurreshtja jote mu marrë me rrym, Janin? Rritja e faturave të energjisë elektrike, dalja e bizneseve në drejt lirë, iniciativa e Hykmet e Bajramit. Ajo konë në fillim, edhe që më ka uzu, se qush me këqyr, qka me këqyr në pjesë energjisë elektrike. Ako më konë që kjo profilizimi jëtë edhe si deputete e arshme nëse zgjedhesh, ako më konë si më thonë pika jote kryesore? Energjia dhe shka shtrihet për të kësaj është kompanit publike. Kompanit publike janë gjakdirë dhe ajo më e madhe financiare. Isha morë me ujë, një vend që nuk ka ujë, nuk ka rrymë, ta hup dinjitet. 250 milion për 11 muj, pa plan të ka gjitë. Ku shpi bën këto sane? Pse se ke bo planën e importit energjisë elektrike? S'ka. Unë nuk din Kosovë që ka met në ajsen pa plan, a energjia ka met 12 muj pa plan. Janin, të roj sukses në zgjedhje. Faleminderit shumë. Numër 18 mos harroni, rreziku i vetëm në politikë është mos me rreziku ka pak, pra ndrëni numrat që i keni pas që ju kanë met në kry, kena nevojë për njerëz në kuvend si Janina që janë profilizuar në tema të caktuara edhe veç mundin me bëj jetën tonë më të mirë se kur çdo s'hupim. Faleminderit shumë Janin. Faleminderit juve.